Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e falenderojmë fillim edhe mbarim, prej tij falën dhe ndihmë kërkojmë, salavat dhe selamat dërgojmë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri në ditën e fundit. Disa fjalë të shkurta për një temë shumë të madhe dhe me rëndësi, temë që ndoshta ka nevojë për ligjërata apo edhe seminare, siç edhe janë aktivizuar alhamdulillah kohës fundit në përvendet tona. Padyshim që është tema e Ramazanit, që është vetëm se në prak derës tonë, që lutim Allahun azza wa jall që të na mundson që ta arrijmë fillimin edhe mbarimin dhe të realizojmë ato synimet tona përmes këtij muaji. Disa prej gabimeve të cilat përsëritën gati në çdo Ramazan prej një numër të madh të muslimanëve është ai gabimi se shpesh e nimat mohabetin veç sa ta mri edhe këtë Ramazan, sikur Allahu më na dhon atë mundësinë që me shiju edhe një herë Ramazanin, e që fatkeqësisht kur hym në Ramazan ose kalon ai 5 ditë i parë ose java e parë e Ramazanit, e shohim atë programin ose atë vullnetin e madh që e kanë pas muslimanët, shihet duke u dobësu. Shihet se ai serioziteti që ka qenë në fillim në atë ditë e para nuk vazhdon. Ato programet e adhurimet që i ka pas në plan dështojnë. Edhe ajo prezenca në Ramazan apo në xhamit tona shifët pas javës parë që dobësohet edhe nuk është sikur në vitet e para. Për mos me e përsërit këtë gabim, pra i avlen që besimtari me u pregadit, me u vetëdisu, edhe me shoqëru ai kuptimi i sakt i Ramazanit, që mos me pas njëtin gabim çdo Ramazan. Nëse shohim atë kuptimin e selefit, ku po foli kuptimin hakikat, kuptimin original të Ramazanit, e shohim dallimin e madh mes selefit apo muslimanëve të parë edhe muslimanëve tonë në ditën e sodit. Nuk dyshoj se shumë prej neve në Ramazanin e kalum ose në Bajramin e kalum kena pas tafërm, kena pas njerëz që i njohim edhe i kena kalu qastët bashk si në ibadet apo si në fest. Mirë po, shumë prej tyve vetëm se ja kanë dhënë amanetin Allahut azza wa jall, e një prej mirësive dhe mëshirës së Allahut azza wa jall është që Allahu më na dhon ymrin apo më na zgjat ymrin e xhelin që me shiju edhe në Ramazan. Kur Allahu azza wa jall fol në surën El-Mulk edhe në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë: Kulla ra'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i. Thot pejgamberi Allahut, a e shifni nëse Allahu azza wa jall më shkatron mu edhe ato që janë me mu, au rahimana, ose na mëshiron. Pra Allahu në këtë rast jetën e ka quajtur mëshirë. Pra nëse Allahu ta mundson me jetu apo ta zgjat ymrin, është mëshirë e tij. Por atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, thot prej njerëzve më të mirë është ati që Allahu ja jep një jetë gjatë edhe ja mundson me bo vepra të mira sa më shumë. Pra nuk ka dyshim se prej mirësive dhe mëshirës së Allahut azza wa jall është që neve me na zgjat ymrin që me arrit edhe në Ramazan. Elus Allahun azza wa jall që ta arrijmë edhe fillimin, po edhe mbarimin e tij. Allah azza wa jall thot në Kur'an: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbrit Kurani. Fihi hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Në këtë muaj ka zbrit pra ky Kur'an që është udhëzim për njerëzimin, është edhe argument i qartë për njerëzimin. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, ai i cili e arrin këtë moment, këtë muaj, e ka obligim pra agjerimin e këtij muaji. Wa man kana maridan aw ala safar, ai i cili është i smut apo është në udhtim, thot Allahu e kompenzon ditë tjera prej muajve tjerë.
Yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allahu thot për juve e dëshiron të letën dhe nuk e dëshiron atë që është e rëndë edhe ngarkesën. Wali tukabbirullaha ala ma hadakum, edhe që ta madhroni ju Zotin e juj për udhëzimin që ua ka mundsu, wala'allakum tashkurun, dhe me shpresë që të falenderoni, t'jeni falenderus. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas tradit, ashtu si thuhet në hadith që e transmeton sikur Imam Ahmedi pa dhe tjerë, se pejgamberi Allahut i ka përgëzu sahabët e tij apo muslimanët për ardhjën e muajit Ramazan. Tha pejgamberi Allahut, ju tha sahabëve, atakum shahru Ramadan, ju ka ardhur juve muaji i Ramazanit, muaji në të cilin Allahu e ka obliguar agjërimin, muaj në të cilin hapën dyert e xhenetit edhe muaj në të cilin mbyllën dyert e zjarrit. Në të thot është një ditë që është më e mirë se 1000 muaj. Faman hurima khayruha faqad hurim. Thot pejgamberi Allahut, ai i cili privohet ose i humb këtë të mirat e këtij muaji, dhe ai me të vërtetë është një humb si madh. Ai me të vërtetë është privu prej të mirës, prej fjalës së mirë, e veçantit këtij muaji që i ka këto mirësi dhe këto bereqete. Pra, për këtë rëndësi që e kanë kuptu selefi të partë e muslimanve, për rëndësin që e ka dhe peshen që e ka këj muj, për atë transmetohet se selefët e kanë lutë Allahun Azza wa Jall 6 muj para ardhjes së Ramazanit që Allahu me ja mundësu me arrit këtë muj, për shkak se ja kanë ditë vlerën. E kanë kuptu atë kuptimin e saktë edhe original qysh Allahu Azza wa Jall e dëshiron, edhe e kanë lutë Allahun 6 muaj që Allahu me ja mundësu me arrit këtë muaj. Ndërsa 6 muaj pas agjerimit janë lutë që Allahu Azza wa Jall me ja u pranu veprat që i kanë bërë në këtë muaj madhështor. Në këtë muaj ka zbrit Kurani, siç Allahu Azza wa Jall e përmend edhe në librin e tij, po edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë muaj është namazi natës apo janë taravit, në këtë muaj është pendimi, është falja, në këtë muaj prangosën edhe ato rebelat prej shejtanëve, në këtë muaj siç e përmendëm mbyllën edhe dyert e zjarrit, në këtë muaj gjithashtu janë të hapura dyert e xhenetit, në këtë muaj shtrihet dora, shtohet sadakaja, sakrifica edhe mëshira për të tjerët. Në këtë muaj lirohen, siç ka ardhur në hadithe që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në ditë të Ramazanit lirohen qafa prej zjarrit, prej dënimit të Allahut Azza wa Jall. Në këtë muaj muslimanët i kanë shfrytzuar për edhe çlirimet e tyre apo për fitoret e muslimanëve. Si ka mundësi një besimtar i cili i din këto kuptime, edhe i din këto vlerat këtij muaji të madh bereqetshëm, edhe mos me përgëzu veten, mos me përgëzu familjen e tij ose me përgëzu njëri tjetrin për këtë muaj të bereqetshëm. Ashtu siç pejgamberi Allahut i përgëzoi sahabët e tij, ka qenë traditë edhe të sahabët me përgëzu njëri tjetrin, një ashtu edhe na si besimtar, duke ja ditë vlerën këtij muaji, ja kujtojmë njëri tjetrit edhe përgëzojmë për këtë muaj të bereqetshëm me bereqetin që e ka. Allah Azza wa Jalla thot në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Azza wa Jalla tha, o ju që keni besu. Te kjo fjala o ju që keni besu, ja vlen me na shoqërua ajo fjala e Abdullah ibn Mas'udit, i cili tha, o musliman, kur ta ndëgjosh fjalën ose e ke lexuar fjalën në Kur'an, o ju që keni besu, dije thot se ose është një urdhër pjonës Allahut Azza wa Jall që është një khejr, edhe ti duhesh me marr, me praktiku, ose është ndonjë e keq ose ndonjë sherr që Allahu Azza wa Jall të ndalon prej asaj. Domethënë, vnoja veshin, koncentroju edhe mundohu me praktiku në maksimum. Edhe këtu Allahu Azza wa Jall na drejtohet, thot, o ju që keni besu, thot ju ka obligu juve agjerimi ashtu siç ju ka obligu edhe tjerëve para jush. La'allakum tattaqun. Me qëllim, me shpresë që të jeni më të devotshëm. Kur jemi domethënë në fund të ajetit, Allahu e ka përmend edhe urtësinë se pse Allahu e ka obliguar agjerim. Në shumë ibadete, edhe në shumë ligje, po edhe dënimet që janë në Islam, Allahu në shumë të në rastëve e përmend edhe urtësinë, se pse ka ardhur kjo tekstualisht.
Ka najherë nuk përmenet tekstualisht, mirë po sahabët apo ulemat mundohen me buat mundin e vetë, hulumtimin e vetë, sepse ka ardhur filan ibadeti ose filan ligji, mirë po edhe nëse ka ardhur një ligj ose ka ardhur një ibadet që na nuk e di urtësinë e asaj, na i dorëzohemi, domethënë Allahut Azza wa Jall, i cili e din se çka është më e mira për robin e tij, mirë po në këtë rast Allah Azza wa Jall e paska përmend në fund se qëllimi i agjerimit kryesor është la'allakum tattaqun, me shpresë që ju me arritat devotshmëri. Kjo është synimi kryesor në muajin e Ramazanit. Devotshmëria që është një obligim për besimtarin, e nuk është një vepër veç e mirë që shoj për hap tek na, se është mirë mu koni devotshëm, jo, është obligim që na me arritat devotshmërinë, mu kon devotshëm ndaj Allahut Azza wa Jall. Për me definu në fjalë shkurta se çfarë është devotshmëria, domethënë shkurt ulemat e definojnë devotshmërinë lania e gjunahëve, sidomos të mëdhojat, edhe kryerja apo me qumë vend farzët e Allahut Azza wa Jall. Që kjo është devotshmëri. Për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thanë në një hadith, ittaqillaha haythu ma kunt. Devotshmëria le të shoqëron kudo që je. Në çfarë do veni, në çfarë do kohë, devotshmëria le të jetë me ty. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasana, edhe tha në vazhdim të hadithit, shoqëroje punën e keqe ose një gabim që e ke bë, shoqëroje thot me një vepër të mirë, se e mira e fshin të keqen. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, edhe të jesh domthonë me sjellje të mirë ndaj tjerëve. Se sa na jemi të vetëdijshëm tash për çet devotshmërinë, edhe çet qëllim, synim apo urtësi që Allahu e paska obliguar xherimin, besoj që është një pyetje se cili ja e përgjigjen vetë, mirë po, a duhet vetëdijsim pionës tonë për me kuptu realisht se çka kërkohet për neve në këtë muaj, ka nevojë për vetëdijsim, ka nevojë për seriozitet më të madh. Omer bin Abdulazizi ja ka shkruar një letër në shokit tij edhe e këshillon me këtë fjalë. Thot usike bi taqwallah, thot të këshilloj me takvallëk ndaj Allahut Azza wa Jall, me devotshmëri. Thot nuk pranon, i cili Allahu nuk pranon përveç se devotshmërinë, i cili nuk mëshiron veç se ato që janë i thtarë të devotshmërisë apo kanë hise në devotshmëri, dhe nuk shpërblen vetëm se me devotshmëri. Ata thot që këshillojnë me devotshmëri edhe me takvallak thot janë shumë, po ata që punojnë me atë janë pak. Kjo është i këshilla që ja dha Omer bin Abdulazizi shokit të tij, ndërsa kur e pyetën njërin prej selefëve, prej të parëve të muslimanëve, duke dash pak me qetësu e me rahatu, tha pse s'po qetësohesh pak, pse s'po rahatohesh pak, me pushu pak, tha vallahi, tha rahatohet ai i cili është i sigurt, ndërsa unë jam hala me frikë. Se çysh kanë qenë selefi apo të parë të muslimanëve në muajin e Ramazanit apo edhe jashtë muajit të Ramazanit, edhe me bo sa do pak një krahasim me atë hallin tonë dhe hallin e selefëve që na pretendojmë që i pasojmë ato, e shohim duke fillu, nëse fillojmë prej sinqeritetit në veprën, ata që janë kujdes pra për sinqeritetin e tyre, thot Muhammed ibn Aslem, që ka qenë një prej të parëve të muslimanëve, thot vallahi, thot sikur me pas mundësi, thot me mshef atë veprën teme edhe prej që atyve me laçe që shkrujnë, thot unë e kësham shef. Qashë dhe më thonë janë kontë kujdesshëm për sinceritetin e tyre. Ndërsa Hasan Basriu i përshkruan hallin ose gjendjen e muslimanëve që janë konë para ti, pra duke një spite sahabët edhe mas ti, thot Hasan Basriu, thot ka mundësi, thot në atë ko dikush e ka kry atë mësimin e Koranit përmend, mirë po ngushti, ai rrethi i ngushtë, shumë pak prej tyre kanë ditë. Edhe pse ai e ka kry, e ka memorizuar domethënë Koranin. Ka prej atyre thotë që është marrë me ilm, me dije, edhe e ka mri një grad të lartë dijes. Mirë po shumë pak prej rrethit ngushtë e kanë kuptuar se ky pas ka mri shumë një dije të lartë. Po ka thotë prej atyve muslimanëve që falin namaznate, po as ai rrethi ngushtë nuk e merr vesh se ky falet namaznate. Pastaj në fund thot nuk ka mundësi, thot që nëse një vepër thot ka mundësi mu kry në sekret, veç mes tij edhe Allahut Azza wa Jall,
se janë disa vepra kanëherë ti sado që mundesh me im shef, edhe me qena jo veç me stirë dhe Allahut azza wa jall prap dalin disa vepra në shesh. Mirë po thot nuk ka pas mundësi që nëse një vepër ka pas mundësi me shef, edhe me qenë sekret, veç mes atij edhe Allahut azza wa jall, thot ajo s'ka pas mundësi me dalë, domethënë në publik. Qa që janë kënd kujdesshëm sahabët apo selefit partë e muslimanëve në njetin e tyre. Nëse e marrmi tek namazi, Imam Ahmedin e kanë pyet kur o puna e taravive, namazi natës, e kanë pyet domethënë o imam çfarë po na porosit ti, çfarë po na këshillon? Sa do të më kanë ajo leximi ose zgjatja e namazov që shpesh herë domethënë ka diskutime ose polemika. Imam Ahmedi thot nëse i shef thot se muslimant janë me vullnet, janë me iman, janë me takat, atëherë thot 2 deri në 3 hat me thot mjafton. Mirë po thot nëse i shef se janë dopt me vullnet, me iman, atëherë thot edhe një mjafton. Një hat, me domethënë gjatë taravive të Ramazanit. Nëse e marrmi tek nata e Kadrit që e ka ky muj i Ramazanit, disa që e kishin keq kuptuar fjalën e Abdullah ibn Mesudit, shkojnë e pyetin Ubej ibn Ka'b dhe i thonë o Ubej, thot vëllau jot e kam për qëllim ibn Mesudin, thot po thot se ai që falët tër vitin, ai e ka mri natën e Kadrit. E këta tash e kanë keq kuptuar se kinse Abdullah ibn Mesudi ka thonë se edhe nota e Kadrit është edhe jashtë Ramazanit. Mirë po Ubeji përgjigjet edhe thot Allahu e pas të mëshiru, thot ibn Mesudin, thot qëllimi atij o konë që ju mos mu mbështet veç në atë natën e 27, që është edhe realiteti i sodit, po thot ka pas qëllim që mu aktivizu edhe mu eduku dhe më thonë edhe jashta natës Kadrit, jashta Ramazanit. Një dhe më thonë që ndërlidhet ma atë maherët që përmena se prej gabime pse na ndoshta dështojmë një javë mas Ramazanit ose 2-3 ditë mas Ramazanit në ato ibadetet tona, është se selefi apo sahabët janë eduku me ibadet edhe jashta Ramazanit. E tash ai i cili nuk edukohet ose nuk falet nëse marrmi të namazi, nuk i ka shkuar men asnjëherë 2 rekate mi fal një javë apo në muaj. E pastaj ai kur të nis në muajin e Ramazanit mi fal 8 rekate ose 20 rekate, normal që mas 2-3 ditëve lodhet edhe dështon. Pse nefsi i tij nuk është edukuar më herët që ai mu fal. Ose një person që nuk e ka edukuar veten e tij me lexu Kur'an ditë për ditë, ose me bu një hat me minimum, si që është e njohur, domethënë në 40 ditë, ose në 50 ditë, e tash vjen ai, domethënë në Ramazan munohet me bu një hat me mrena ditës, për këtë shumë e rëndë. E një prej arsyeve, s'po them me vetme, mirë po një prej arsyeve pse na dështojmë në ato ibadetet tona në fillim të Ramazanit, është se na nuk jena mësuar gjatë vitit me bu ibadet. Nuk jena mësu me fal namaz natë, nuk jena mësu me lexu Kur'an. Për atë pastaj vjen ajo dobësimi dhe dështimi. Nëse e marrmi sadakan, Ibn Abbasin e po shkruan më së miri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për cilin thot pejgamberi Allah thot ka qenë sahar bujar. Domethënë karakter, cilësia atij ka bujaria, me dhon. Këtë më së miri e kuptojmë edhe kur vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka ardhur njëri edhe ka lip thot ja Rasulullah me i dhon diçka sadaka, edhe i ka thonë vallahi thot me pas thot unë diçka. Ti ma lip ata thot nuk ka mundësi unë mos me ta dhon. Për atë sahabët kur ka ardhur dikush i ka lip pejgamberit sallallahu alaihi wasallam diçka prej tij që e ka pas, janë ngushtu. Se e kanë ditë se pejgamberi Allahut nuk e kthen. Mirë po Ibn Abbasi thot pejgamberi Allahut ka qenë bujar, mirë po kur u kon muaji Ramazanit, sidomos mas takimit me Xhibrilin, se siç është në këtë transmetim, Ibn Abbasi thot se pejgamberi Allahut është taku çdo natë me Xhibrilin edhe e ka lexu, e ka bëu hat me Kur'anin në këtë muaj të Ramazanit. E thot në veçanti pas këtij takimi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë edhe më bujar. Domethënë edhe më shumë e ka shtu bujarinë e tij, ndërsa Imam Zuhri e përmend thot në moment që hin muaji Ramazanit thot janë 2 sene, nuk ka e treta. Thot është it'amu ta'am, me dhon ushqim apo me dhon sadaka, edhe e dyta thot tilawatul Kur'an, leximi i Kuranit. Ndërsa kur jemi te leximi i Kuranit, na kemi ndëgju shpesh për ato imamat e mëdhej që na i kemi, siç janë imamat e mëdhëbëv, veçanti
dash e mormi Imam Ahmedin, dash Imam Malikun, dash Imam Shafiun, për Ebu Hanifën e tjerë, këta janë konë të angazhum vazhdimisht me ligjerata, vazhdimisht me derse, vazhdimisht me fetva, mirë po kur ka ardhur muaji i Ramazanit, këto i kanë ndalu. Pse? Për shkak leximit të Kuranit. Janë përkushtu, domethënë në leximin e Kuranit, saqë për Imam Shafiun transmetohet se gati çdo nat i ka lexuar domethënë 2 hatme, në mujt 60 hatme të Kuranit. Këto kanë qenë domethënë imamat tonë në kohën e selefit. Në këtë muaj gjithashtu, siç e përmendëm më herët, se sahabët kanë çliruar vende, apo lufta e Bedrit, që është një prej luftave të mëdha në Islam apo tek muslimanët, ka ndodhur në muajin e Ramazanit. Çlirimi i Mekës ka ndodhur në muajin e Ramazanit. Lufta e Kadisijës, që është e njohur, që ka qenë një luftë më të mëdha, ka ndodhur në kohën e Ramazanit. E kështu me radhë, po shkurtimisht ibadetet si leximi i Kuranit, apo sadakaja, apo namazi i natës, janë kanë këto ibadetet kryesore, jo se sahabët nuk i kanë lënë ato detyrat apo përgjegjësi që i kanë përditshme për veten apo familjen, mirë po janë kanë të përgatitur për këtë muaj. Ose i kanë kryer ato obligimet e detyrat para këtij muaji, që mu kanë i lirë vetëm për ibadet në këtë muaj të Ramazanit, ose i kanë kryer obligimet që janë brenda Ramazanit, mirë po kohën e lirë e kanë shfrytzuar në maksimum, domethënë në ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall. Ndërsa një hoxha bën një shembull shumë të mirë ku thotë se muajin e Ramazanit kuptohet sikur një shans, sikur me ta dhon dikush me thonë në një magazin, edhe në atë magazin i ki ato pasurit më me vlerë, dash mere parën, dash mere diamantin, dash mere arin, e kështu me radhë, edhe thot që ku i ki qelsin, thot i ki disa dit, ta cakton 10 dit, e ki thot merë sa dush. Unë e besoj se krejt që të pineve, jo me shfridzu për dhe pa gjumë, rrim për me shfridzu këtë 10 dit që për me mujtë me nëzirë sa ma shumë. Jo që ka që për dhe ma shumë, muaj Ramazan vlen me sakrifiku dhe mu angazhu prej neve, për me shfrytzuar të të mirat që i ka, ndërsa halli jonë fatkeqësisht thot, si që ndëgjojmë në Ramazan, që halli jonë thot sa ma shumë me fletë që me mujtë me mri iftarin ma letë. Kjo është halli jonë, në shumë të në rast. Halli jonë thot që me dal me hu pak vakt. Këtë ma bet e një shpesh për neve, me dal me hu pak vaktin se nuk pëhec deri në iftar. Halli jonë thot fatkeqësisht, në më thonë njerëzit, qatë shumë është bo si fenomen, iftarët në restorante ose qajtorët janë të mushta, si dhe mos të na, janë të mushta deri në syfyr. Në më thonë nuk ka ven. Edhe pse nuk jam kundra, në më thonë me dalë, me hangër njëri iftarë në për restorant, mirë po, na me unë njoft, tash si fenomen, si besimtar në këtë muj, qatë shumë, sa që ato që i kanë restorantët, janë duke e shfrytzu këtë rast, edhe ngritje e çmime pësë është sezon. Mirë po qatë shumë muslimant janë dallu me këtë, që kjo është ndoshta pak një fatkeqësi, që na me u dallu, se jena të fokusum në Ramazan në të ushqim, luks, në venet e kështu me radhë, ose në qajtore, ose gjendi kanë që 2 recate taravit i falë, ama 2 orë masane e ki, në kafe edhe në qajtore deri në sifir. Kjo është domethënë një hal fatkeqësisht joni shumë për muslimanve, të cilët nuk e kanë kuptu qatë kuptimin e sakt edhe original tek sahabët që kanë pas ata. Disa prej llojeve të agjerimeve që i përmenin ulemat janë, thojnë kështu, kush agjeron duke u rujt vetëm prej ushqimit edhe prej pijes, apo mos më afru dhe më thonë gryes ti gjatë ditës të Ramazanit, ai që mjaftohet të veç me qëta, ky thot e ka adet. Ky obligim dhe më thonë kamet të ky adet. Kush agjeron prej pasuris haram, agjeron, e përmban vetën prej pasuris haram, edhe bën iftar thot me pasuri halal, thot ky është agjerim, ky agjerim është ibadet. Kush agjeron, thot prej gjunaheve në përgjithësi, pra e ruan vetën prej gjunaheve, edhe bën iftar, thot me ibadet, apo me dhikr, thot ky është ai agjerimi i lavdrum. Agjerimi i lavdrum. Mirë po thot ai i cili agjeron duke u kujdes edhe për ato
që janë me kruh, që njihen të na ato veprat e papëlqyme, që nuk janë në gradën e haramit, thotë ruhet ditën prej këtyve, edhe bën iftar me një zemër që është e pendume tek Allahu Azza wa Jall, edhe është e parullur. Kjo është thot agjerimi i të devotshmive, e asaj devotshmërie që synohet mu arrit përmes agjerimit. Ibn Kaimi, Allahu pas mëshiru, thot asjamu lijamul muttaqin. Thot agjerimi është lijam, në gjuhën arabe i thojnë asaj ati frenit që ja vendosin kalit përpara për me menaxhu, me kontrollu. E ky lijami thot është frej për besimtarin, për agjerusin. Pse? Se nefsi jon ka nevojë për këto frena. Ka nevojë mu kontrollu. Për atë tha Hasan Basriu, për të njëjtën temë të lijamit, të që kjo freni që ja vendojmë pra kalit, thot mas shumë ti që ka nevojë me i vnu që të frej për me kontrollu, thot është nefsi në trupin e njerit. E agjerimi është ajo mënyra më e mirë, më e lehtë që ta lehtëson me menaxhu nefsin tanë. Për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka tha në hadith kur i këshilloi ato të rit për mu martu, tha martone, ata që s'kan mundësi mu martu, tha let agjerojnë. Pse? Agjerimi ta lehtëson atë nefsin tanë me kontrollu më lehtë. Thot, vazhdon fjala i Ibn Kaimi, thot agjerimi gjithashtu thot është xhennetul muharibin. Është ai xheneti ku njerëzit besimtar, devotshmit luftojnë, garojnë. Për shka? Për veprat e mira. Gjithashtu thot as-siyam rawdatul muqarrabin, edhe agjerimi është edhe kopshti i muqarrabinëve. Muqarrabin janë ata të cilët edhe Allah i përmend në Kur'an, janë ata që dojnë me u afru sa më shumë tek Allahu Azza wa Jall. Pra agjerimi, sidomos muji i Ramazanit, është kopsht ku njeriu besimtari mundet mu afru më shumë me Rabbul Alamin. Ndërsa për në fund mjafton besoj fjala ku Allahu Azza wa Jall thot në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot as-sawmu li wa ana ajzi bih. Thot agjerimi është për mu, edhe agjerimin une e shpërblej. Allahu Azza wa Jall i takojnë shembujt më të mira dhe më të larta, edhe ati nuk i përngjason askush. Mirë po, ka nëherë veç pak me parafrunat logjikën tonë, se nëse dikush me pozit të madhe, ose me pasuri shumë të madhe, edhe ti e di se ajo shumë bujar, shpërblen shumë mirë, edhe ta obligon një vepër, ose të thotë bane filan veprën, unë e të shpërblej, besoj që secili prej neve kupton se ti nuk dëshprohësh, pasi që ta krysh atë vepër, ti e di se shka të pret. E njeh personin, e njeh se ka pasuri, mashallah, e di se ajo është bujar shumë, nuk dëshprohësh kur ai të shpërblen, ndërsa Allahu Azza wa Jall i takojnë shembujt më të lartë, ndërsa Allahu Azza wa Jall po thotë në këtë hadith se unë e shpërblej agjerimin. Nuk e ka tregu shpërblimin, mirë po duke e njoft na si besimtar Allahun Azza wa Jall, duke e njoft atë bujarinë e tij, atë mëshirën e tij, edhe fuqinë e tij, nuk dyshoj se kjo duhet me në nëzit edhe ma shumë mu kona, ma serios, ma të përkushtum, me shfrydzun maksimum këtë muj të Ramazanit, edhe nuk ka dyshim se nuk dëshprohet në ditën e gjykimit kur Allah Azza wa Jall i shpërblen agjerusit. Lusë Allah Azza wa Jall që fillimisht na mundson që të arrijmë këtë muj, po edhe ta shfrytëzojmë sidomos për çato urtësi edhe sinime që ka ardhur Ramazani, që është devotshmëria, është falja Allah Azza wa Jall me na fal, është me na çliru prej zjarrit xhehenemit, prej dënimit, edhe sinime tjera. E lusë Allah Azza wa Jall pra që të na bën prej atyre devotshmëve. Allah ju shpërblet për sabrin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.